Në këtë fushë ka startuar pra dhe derbi I vogël, ai I 14 vjeçarëve. Niset Karabushi, shikoni mundësi e mirë. Karabushi, topi për Hykollarin, mundësia goditse, lëvizje bukur Hykollari që bën gjithçka vetë Hykollari, godet e topi shkon në rrjet, shënon Partizani. Çfarë ka bër Brian Hykollari? Vallëzon në zonën e Tiranës duke bërë gjithçka I vetëm edhe duke dërguar topin lehtësisht në rrjet poshtë Tirana 1-0 minuta e 6 sapo ka nisur por festa e kuqe më së e merituar nisi nga këmbgulja e Karabushit I cili asistoi jashtë sezonës së rrëptësisë tek Hykollari që me qetësi bëri disa driblime, disa lëvizje të bukura duke mposhtur mbrojtjen dhe portierin Ademi. Abdulaj Bregaj e kontrollon mirë edhe kjo nisje e bukur tashmë mund provoj Partizanin teksa Muça për Hykollarin e përpara kohë dhe nuk ka kontakt. Ka disa raste edhe të favorizon, disa raste që edhe nuk të favorizon, por ky është futbolli I moshave. E rëndësishme është që djem të rriten me fair play për ka shënuar Tirana. Ka barazuar sfidën Tirana. Mundësia, Bregaj, shtylla! Çfarë mundësie? Nuk arri dot Bregaj për të zbehur festën e bardhë bluve brenda pak sekondave. Teksa presingu lart I skuadrës kuqe ka qenë vërtet shumë efikas. Por duhet të tregojmë kujdes si në këto çaste shikoni, japën mundësi Tiranës për të provuar një tjetër aksion sulmues dhe dalja e menjëhershme e portierit Lala e cila dërgon pas tek Margjeka tashmë Ademi. Shkoni Partizani kërkon ta vendosë vështirësi dhe bën mjaft mirë Bregaj mundësia për provuar. Topi dhe goditja bllokohet edhe një herë Hykollari mund provoj. Në vështirësi Tirana goditja vjen dhe topi rrëmuj mbetet sërish pa besueshme çfarë mundësie. Abdulaj provohet një top për Bregajn. Krosimi I mirë, le të shikojmë në zonë, përfiton Partizani. Shkurti godet në rryn Ademi dhe një herë Shkurti ka mundësi, Tokazi, goditja, topi shkon në rrjet. Rikthehet avantazhi sërish Hykollari. 2-1 Partizani teksa ka hyrë minuta 30 e fundit të pjesës së parë. Gjithçka kthen në favorin e saj skuadra e kuqe. Një dopjet e Hykollarit. Këmbgulja e dishës, goditja e fortë, topi që mbetet në zonë rrezikshme. E më pas, ja dhe një herë, regjia që në front në pamjet e golit. Goditja u blokua, por një top që nuk u ndal, e shkoi drejtë në rrjet. Abdulaj, sërish në djathtë Bregaj, arrin në kohë. Tokazi për Abdulajn, krosimi minjëhershëm, mundësia kjo kthehet, çfarë goli ka shënuar tashmë Partizani. Është Muça me sa duket që bërë një kthes fantastike 3-1 edhe me kaq mbyllet pjesa e parë me Partizan që shënon 2 golat e shpejtë një pas njëshme brenda pak sekondash Hykollari e më pas Muça por edhe një herë krosimi që vjen nga këmbët e Avdylet të herë I shpejt I menjëhershëm duke befasuar skuadrën Tiranës që tashmë poshtë për herë të tretë. Edhe këtu ja dhe një çasti ku kthesa e menjëhershme poshtë I Ademin fantastik kjo mbyllje pjesë e parë. Udhëheq me rezultatin 3-1, 2 gola të Brian Hykollarit dhe 1 gol I Mucës për shkëm të mundësi ndërhyn portieri Çaushi. Tavani, topi në zonë rrëpësisë Ali Beja I godet, nuk arrin dot ta shmang këtë gol. Ka ngushtuar diferencën Ali Bejaj. Por le të shkojmë këtë moment teksa Tirana me këtë top në thellësi arriti me saktësi të gjej Ali Bejan e më pas ndërhyrja e Abdulajt. E teksa bëhemi gati dhe ky aksion do jetë I fundit, por le të shikojmë nëse do të krijojë një aksion sulmues një gol Partizani pasi e ka mundësi në këto çaste numri 18, por nuk ka më kohë, mbyllet skuadra e 14 vjeçarëve është fituese e derbit të Kryeqytetit në javën e 25, një fitore 3-2. 2 gola të Hykollarit dhe 1 gol I Muçës I dhanë në avantazhin Partizanit, fitoren Partizanit në këtë sfidë të luftuar